Shkodra po i afrohet një mbrëmje të veçantë muzikore me 22 nëntor, ku skena e Teatrit Migjeni do të hapet për koncertin Voyage nga Shkodra në Paris. Sopranoja e mirënjohur Rim Vamula dhe pianisti e kompozitori Genc Tukiçi do të interpretojnë një shfaqje që synon të lidhë emocionin personal me universin e madh të muzikës europiane. Gjatë konferencës për shtyp, artistët folën për eksperiencën e tyre, pritshmërinë dhe lidhjen e fortë me rrënjët familjare shpirtërore. Në këtë teatër me energjinë e mrekullueshme që ne e mbartim mbi vete, kemi shumë fat që t'jemi këtu. Pasi ky teatër ka emocionin që vërtet nuk mund ta gjejmë, një emocion burimor, një emocion i traditës dhe një emocion i historisë. Prandaj, ky koncert dëshiroj një etapë tjetër edhe të bashkëpunimit ton, se në fakt është hera parë që mblidhen 3 miq të mrekullueshëm, siç është Sonjusha Elda Laro, mjeshtri Genc Tukiçi, orkestra e mrekullueshme e qytetit Shkodrës, kori polifonik i mrekullueshëm dhe të gjithë këto dashamirës që po punojnë me aq dashuri për të dhënë më të mirën e këtij koncerti që quhet Voyage. Një emocion personal që e kam me u kthy në Shkodër është një gjë e jashtëzakonshme, emocion i thellë, i bukur, por që të shton përgjegjësinë, sepse është dhe një publik i ditun, publiku shkodran, por është një publik i rrallë. Kështu që ku erdhi propozimi nga Elda për këtë me bakte koncert, ku zguxojsha me thanë jo, ishte një fat, një shans me punu me Inve natyrisht, pa dhe me Elden. Jam shumë e lumtur dhe jam shumë e privilegjuar, jo vetëm unë, po dhe komplet orkestra dhe Shkodra, që kemi 2 artistë të jashtëzakonshëm, botëror, të cilët me të vërtet shkojnë nga një qytet tjetër në udhtim nga një teatër tjetër së bashku. Është një duo që është e rrallë, domethënë të ekzistojë në një mënyrë të tillë artistike me kualitet shumë të lartë, jo vetëm domethënë si muzikant, por edhe si njerëz, domethënë se janë me të vërtet artistë edhe në shpirt. Përveç Orkestrës Simfonike të Shkodrës, në drejtimin e dirigjentes Elda Laro, mbrëmjen do ta pasurojë kori polifonik Prenkia Kova, si dhe pjesëmarrja e veçantë e soprano së re Izabel Eve Poro. Programi muzikor synon të krijojë një udhëtim të ndjerë, duke lidhur Shkodrën me Parisin përmes tingujve që kanë shkelur skena të mëdha europiane. Koncerti premton një përjetim artistik të paharrueshëm për publikun. Është hera parë me të vërtet